Kosova ka nisur sot fushatën sensibilizuese kundër kancerit të gjirit, e cila synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje. Tetori njihet ndërkombëtarisht si muaji i rozë. Motoja e këtij tetori është "Me ty fillon parandalimi". Fushata sensibilizuese e këtij viti vendos në qendër nevojën për kontrolle të rregullta, qasje të barabartë në shërbime dhe kujdes më të mirë për pacientët. Hapja e fushatës u bë sot nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Aty e mbijetuara e kancerit të gjirit, drejtoresha e shoqatës Jeta Vita, Nafie Latifi, tha se përkundër se ka pasur përmirësime në sistemin shëndetësor, pacientët ende hasin në kushte të pamjaftueshme trajtimit. Latifi tha se ky tetor duhet të jetë jo vetëm muaji i ndërgjegjësimit, por edhe i veprimeve konkrete, i investimeve serioze dhe i përkushtimit të vërtetë. Pacientët hasin në kushte të pamjaftueshme trajtimi. Mungesë të stafit mesëm, sidomos shëndetësor, mungesë të lokacioneve e aparaturave të avancuara. Më e dhimbshmja nga të gjitha këto është mungesa e kujdesit paliativ, i cili duhej të lehtësonte vuajtjet e fundit të pacientëve. Ende mungon në mënyrë të organizuar, duke lënë të smurit në gjendje të rëndë e me dhimbje, ndërsa familjet me trauma të mëdha. Prandaj, pavonesë kërkojmë që pacienti të vendoset në qendër të çdo politike dhe shërbimi shëndetësor. Ky është test i vërtet i humanitetit dhe përkushtimit institucional. Le të jetë ky tetor jo vetëm muaj i ndërgjegjësimit, por edhe i veprimeve konkrete. Vetëm gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë regjistruar rreth 1100 raste me kancer, ndërsa kanceri më i përhapur në Kosovë mbetet ai i gjirit me 235 raste të reja, shumica e të cilave te gratë mbi moshën 50 vjeç.